Përshëndetje miq, siç e shihni jam duke përgatitur brumin për të bërë baklavan dhe për të përgatitur brumin e baklavas origjinale shqiptare, përdorim vetëm miell të situr, ujë të vakët, pak vaj dhe pak krip. Përbërësit: 1 kg miell cilësor i situr, 500 deri në 550 ml ujë i vakët, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë çaj krip. Vezë nuk i hedhim dhe ju do të thoni pse, sepse veza e forcon brumin dhe nuk na lejon t'i hapim petët shumë të holla. Baklavaja e vërtet do brum elastik të butë, që të hapet si letër dhe të thith mirë sherbetin. Ujin do ta shtojmë pak dhe nga pak dhe e zëm brumin me dorë. Dhe nuk nxitojmë, e punoj mirë derisa të bëhet i lidhur, i butë dhe të mos na ngjitet në duar, siç e shihni edhe në këtë video. Pastaj do të ndajmë brumin në top thatë vegjël sa një kokorar, do t'i lyejmë lehtë me vaj dhe do t'i mbulojmë dhe do t'i lëmë të pushojnë. Ky është sekreti që fletët, pra peta e baklavas, të dali perfekte. Kështu përgatitet brumi i baklavas tradicionale, ashtu siç e bënim dikur nënat dhe gjyshet tona. Nëse e do baklavan siç bëhej dikur, ruaje këtë video. Shkruaj në komente nëse edhe ti e bën baklavan pa vezë dhe më ndiq për receta autentike shqiptare, sepse kjo baklava që unë sot do të përgatis është me të vërtet një baklava tradicionale shqiptare. Dikur gjyshet tona, nënat tona, nga ajo që nuk i kam pasur mjetet e specializuara siç i kemi ne tani, përdornin shishe vere, apo edhe shishen që kam unë në dorë, të vaj, pasi kjo është e lartë dhe ne përdorim pa merak. Përveç kësaj përdorej edhe thika. I kemi prerë edhe në këtë mënyrë me thikë. Të vogla aq sa ne duam, sa mendojmë që na pëlqejnë gjatë konsumimit, siç na i do familja, do me thonë, i presim në formë në madhësinë që duam. Ose me thikë, ose i shtypim me një vazo apo një shishe, siç ja u tregova unë edhe në video. Kto janë mënyra tradicionale dhe mua më pëlqen që sot ta përgatis në mënyrë tradicionale, jo sot, po gjithmonë. Kështu më pëlqen që ti përgatis këto receta, sepse janë receta që na identifikojnë, ne i përgatisim në ditë veçanta. Dhe unë prandaj kam menduar që ta përgatis në këtë mënyrë. Ja 2 mundësi për t'i përgatitur arat, për t'i zvogluar, në mënyrën sa më të mirë. Unë mendoj që më e mira është me shishe duke i shtypur. Siç po shikoni, unë po e ndaj brumin në top thatë vegjël, pjatën e leva pak me vaj, edhe kjo jep mundësi brumit që të ributë edhe të mos thahet, e ndihmon shumë. Edhe pastaj do ta mbuloj me një nga këto qeset e kuzhinës.
Por ajo që doja të thosha është që brumi duhet të jetë i vogël sa një kokërare, që të bëhet baklavaja super. Gjithmonë në këtë mënyrë e përgatisë edhe model fantastike tretet në gojë, shumë e mirë. Provojeni në këtë mënyrë dhe më shkruani. Jam duke e mbledhur me një qese plastike dhe do t'i vëj një pecet sipër që të mos na thahet brumi. Kam tretur gjalpin dhe do t'i shtoj edhe gati, për kemi bidonin pa nisur të vajt, në fund 4 gishta duhet të përdorim. Me thënë duhet ta përziejmë edhe gjalp edhe vaj. Gjithmonë është mirë që të përdorim edhe pak vaj bashkë me gjalpin. Edhe me pak një seshtet dhe do t'i japim sa që kemi ne tepsinë. Gjithsesi ja dalim, edhe në qoftë se bëhen në këtë mënyrë, nuk ka problem, edhe në qoftë se hapen edhe grisen pejtët, edhe ajo s'është problem fare, e rëndësishme është që ta hapim dhe të bëhet e hollë. Unë kështu do vazhdoj një nga një, do t'i hap pejtët, disa prej tyre mund t'i vendosim edhe në një çarçaf që të terren pak, të thahen, ose mund t'i shtrojmë edhe në tavë, por gjithsesi do kujdes në pjekje, se pastaj aty në del e qullët brenda, prandaj dhe pejtët mund t'i vendosim edhe në një çarçaf që të thahen pak, të largojnë lëngjet, ujin ato. Nga të njoma të freskëta bëhen pak sa si të thata. Ja, si që shikoni, është pak e vështirë sepse krijojnë këto rrudhat, por nuk është problem fare. Unë e spërkas me miell edhe vazhdoj e punoj. Këtu te divani kam vendosur një mbulesë tavoline dhe po i vendos këtu që të thahen pak. Një nga një do t'i punojmë kështu në këtë mënyrë, sa që kemi tavën, edhe do t'i lëm pak që të thahen, duke e përgatitur peta, duke i vendosur në këtë mënyrë që të thahen pak sa.
Peta duhet të jetë aq e hollë sa të duket të lexohet shkrimi mbi të. Dhe po të shohim, është kaq e hollë sa duket. E kemi hapur mjaftueshëm. Unë po shtroj petat një nga një baklavas, do t'i jap me kujdes. Duke i spërkatur pak me vajin dhe gjalpin që kemi tretur dhe do t'i vendos një nga një. Disa peta i kam lënë të thahen edhe do t'a shtroj në këtë mënyrë, duke i nxjerrë edhe petë të tjera në sipërfaqe të tavës, se pastaj këto do t'i presim, se janë të përgatitura në mënyrë shumë të hollë, dhe do t'i shtojmë në brendësi. Fillimisht kështu do të veprojmë, një nga një. Kam shtruar peta duke i spërkatur pak me vaj i gjallë, tani kam vendosur arat e grimcuara për arat. Tani do të vazhdoj të shtoj petët e tjera për të vendosur edhe pjesën tjetër të arave që ka ngelur. Në qoftë se shikoni baklavan që hapen petat në këtë mënyrë, pra çaren në këtë mënyrë, nuk është problem fare. Ajo që ka rëndësi është vetëm që petat jenë tepër të holla, ajo është e rëndësishme, dhe ti vendosim nga pak vaj secilës petë. Ja po vazhdoj po shtroj edhe këto petat e tjera, të cilat i kam marrë të gjitha, pothuajse. Vazhdojmë prapë me pak gjallë edhe vaj, dhe vazhdojmë edhe me petat. E rregullojmë në të gjithë brendësim petën, e tendosim gjithmonë kur e shtrojmë, që të ketë një sipërfaqe të njëjtë. Ja në këtë mënyrë, e vazhdojmë me spërkatin e vaj. Në sfond kemi edhe punëtorët që punojnë, edhe na shoqërojnë gjatë gjithë ditës sot, s'po na lënë të qetë. Unë jam duke shtruar edhe pjesën e dytë të arrave. Që shikoni kam hapur dhe pjesën e dytë të arave dhe po e sistemoj mirë baklavan që të ketë në gjithë sipërfaqen, sidomos anët i kemi të mbushura mirë. Dhe kemi bërë një baklavan me 2 shtresa. Tani do vazhdoj me petët e tjera, do të shtojmë edhe disa petë të tjera sipër dhe pothuajse jemi në përfundimin e baklavas. Meqense i kam prerë shumë të im të arat, po shtoj dhe ca copza të tilla që të duket, domethënë dhe forma e tyre. Këtu tek shtresa e dytë e arave, shtova edhe ca që të duket forma
e arave. Sa bukur, tani do të vazhdojmë të shtrojmë edhe pjesën tjetër. Vazhdoj po shtroj peta të tjera, të cilat janë tharë ose janë terur, si mund ta quajmë. Edhe është shumë herë më mirë kur i vendosim kështu, sepse nuk kanë lagështi. Ja kështu po vazhdoj unë, derisa t'i mbarojmë të gjitha 45 topthat e vegjël, të cilat i hapëm në peta. Kjo është peta e fundit, edhe tani do ta shtrojmë në tepsi për ta prerë baklavan. I kemi rregulluar pak anët e tepsisë të petëve dhe tani do vendosim petën sipër.
Pasi e kam prerë baklavan, i kemi vendosur edhe pak nga vaj dhe gjalp që kishim tërhetur më parë në sipërfaqen e saj, dhe tani baklava është gati për ta pjekur. Fura është ngrohur në 200 gradë, do ta lë aty për 5 deri në 10 minuta në 190 në 200 gradë dhe pastaj do ta ul në 160 gradë dhe do ta pjekim derisa të marrë ngjyrën e bukur të rrezatuar. Gati 20 minutat e para unë kam lënë, siç e shikoni, në 200 gradë dhe ka filluar është skuqur pak. Ja ku duket, shiko se e prisha. Tani do t'i vendosim një letër alumini që mos na marri shumë sipërfaqe lart. Dhe do të vazhdoj pjekja në 170 gradë. Kështu mendova që ta lëm në 170 gradë, pasi i kam vendosur dhe aluminin, sepse edhe ky ndihmon që të mos digjet. Për të përgatitur një baklava si kjo e imja, siç e shikoni ju, e cila është e pasur dhe e bërë me kujdes, zakonisht përdoret ky raport me sheqerin. 1 kg sheqer dhe gati 700-800 ml ujë. Dhe opsionale mund të vendosim edhe një fel limoni. Gjithashtu mund të përdorim edhe gjethet e lules së barbarozës. Zakonisht i përdorim kur bëjmë liko, por nëse kemi dëshirë mund të përdorim edhe disa gjethe të tilla, sepse ka një aromë fantastike. Tash edhe disa këshilla të rëndësishme që do doja t'i ndaja me ju. Nëse baklavaja është shumë e thatë, shumë e trash, mund të përdorim 800 ml ujë, dhe nëse e doni më të ëmbël dhe më të dendur trashësinë e sherbetit, mund të mjaftojmë vetëm 700 ml ujë. Sherbeti duhet të jetë i ftohtë, ndërsa baklavaja e nxehtë ose anasjelltas, por nuk duhet të jenë kurrë të dyja të nxehta. Në fillim do të zijmë sherbetin për 8 deri në 10 minuta, jo më shumë dhe jo më gjatë, pasi nuk duhet të trashet më tepër. Tani do ta vendosim në zjarr, siç thash, për 8 minuta, jo më shumë, dhe më pas do të sherbetosim baklavan.